Një ditë pasi Këshilli Bashkiak në Shkodër me vota të socialistëve vendosi të bëjë me pagesë parkingjet publike në Shirok dhe Velipoj, ka ardhur edhe reagimi i qytetarëve në këto zona. Qytetarët shkodrane konsiderojnë të gabuar dhe të padrejtë vendimin e Bashkisë Shkodër për parkimet me pagesë në zonat turistike të Shirokës dhe Velipojës. Shumë gabim. Që mi bo me pagesë? Normal që janë në gjepin e tyne. Këtë nuk është e kërvuja, është shtetit. Tuk po lek ko kënë të rinë po lek për. Që me bo me lek, për shë? Për Syri Televizion, ata shprehen se ky vendim i miratuar në Këshillin Bashkiak dëmton qytetarët sepse nuk janë në gjendje të paguajnë për shkak të situatës së vështirë ekonomike. Ne jena pensionista, me në ranu në sa pension kena, 170.000 lek pension ka. Kjo është ndam qytetarëve, edhe në dobi të bashkisë. Ky është një plan i nisur që në tetor të vitit të kaluar nga Bashkia Shkodër dhe parashikohet të zbatohet për një periudhë 10 vjeçare. 2 parkime me pagesë do të jenë në hyrje dhe dalje nga qendra e Shirokës, si edhe në 2 vend parkime në zonën e Velipojës. Parkimet me pagesë janë kundërshtuar nga këshilltarët e Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak.